Përshëndetje, zoti Çaka. Përshëndetje. Veliaj, siç dihet, e ankimoi në gjykatën kushtetuese shkarkimin e tij. Ndërkohë, pikpyetja më e madhe është a u bllokuan zgjedhjet në Tiranë me këtë veprim të Erion Veliajt? Po, atëherë siç e kemi ndjekur të gjithë, është filluar një procedurë për shkëputjen e më saktë të prerjen, shkarkimin, ka pasur terminologji të ndryshme nga ana e subjekteve të caktuara, por ligji e ka përcaktuar qartë që në rastin konkret Këshilli Bashkiak mori një vendim për t'i propozuar Këshillit Ministrave shkarkimin e kryetarit të bashkisë në detyrë të Tiranës, zotit Erion Veliaj, me argumentin që më shumë se 3 muaj nuk është paraqitur në detyrë. Ky propozim është depozituar nëpërmjet prefektit të Tiranës Këshillit Ministrave dhe Këshilli Ministrave ka marrë vendimin për shkarkimin e zotit Veliaj pikërisht me këtë argument. Mbas kësaj procedure, Këshilli Ministrave ka njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për këtë shkarkim, por siç jemi vënë një dje nga ana edhe e medias, zoti Veliaj ka ushtruar të drejtën e ankimit të referuar në 115 kodit të kushtetutës në gjykatën kushtetuese. Dhe nga ky moment ka nisur edhe një diskutim apo debat, po themi, si kushtetues ashtu edhe mediatik, nëse në këto momente pra zoti Veliaj është i shkarkuar apo është pezulluar vendimi i shkarkimit. Unë mendoj që këtë zgjidhje e jep Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, e cila ka përcaktuar në vlerësimin tim sakt që vendimi i Këshillit Ministrave në qoftë se ankimohet në gjykatën kushtetuese nga ana e subjektit që në rastin konkret është kryetari i bashkisë zoti Veliaj, atëherë ky vendim automatikisht pezullohet. Kështu që në vlerësimin tim, Presidenti i Republikës e ka të pamundur në këto momente për të nxjerrë një dekret dhe do të presi pikërisht verdiktin që do t'japë gjykata kushtetuese në rastin konkret. Afate, Çaka, kush janë? Atëherë, për sa i përket afateve zot Veliaj i ka ushtruar të drejtën e ankimit. Tani gjykata kushtetuese dje ka hedhur shortin për të caktuar relatorin e kësaj çështje, caktuar kush është dhe relatorja. Tani do të presim se cila do të jetë data më e afërt në cilën do të zhvillohet seanca dhe por duke pasur parasysh historikun e vendimeve të gjykatës kushtetuese së seancave të zhvilluara në çdo seancë nga momenti i depozitimit të kërkesës dhe në përfundim të gjykimit shkon minimalisht në një periudhë 3 mujore. Pra, po marr një mesatare, se ka pasur raste që mund të shkojë 2, mund të shkuar edhe 4, por mendoj që kjo do të jetë periudha që do t'i duhet edhe gjykatës kushtetuese për të shprehur me vendim. Pastaj në varësi të vendimit do shihen se cilat do të jenë dhe hapat e tjerë që do të ndiqen. Nëse gjykata kushtetuese do të lënë fuqi vendimin e shkarkimit të zotit Veliaj, atëherë do t'i japet rrugë zgjedhjeve të reja në Bashkinë e Tiranës. Në rast të kundërt, zoti Veliaj do të kenë detyrë derisa të mbarojë mandati ose nëse do ketë pastaj vendimarrje të tjera në këtë. Pra nuk ka asnjë lloj mekanizmi përtej gjykatës kushtetuese që ta çojë, ta bëj fakt atë edhe de jure atë që po përcjell demonstron Partia Socialiste sot me Ogerta Manastirliu? Tani në konceptin juridik zoti Veliaj, ashtu siç tham, ka këtë mundësi dhe është gjykata kushtetuese. Pastaj nëse do ketë zgjedhje të tjera, zgjidhje më saktë, jo zgjedhje në konceptin e votimit. Nuk e di, duhet parë, artikulohen mendimet ndryshme, diskutimet ndryshme, por duhem parë se si do të shkojnë gjërat. Por në këto momente është pak e vështirë në vlerësimin tim që të ketë një marrje të mandatit, pra po themi nga një person i tretëse. Pastaj
do të jenë zgjedhjet ato nëse do të bëhen, që do të përcaktojnë nëse do të jetë zonja Meneserliu apo një kandidat tjetër që mund dali që do marrë shumicën për drejtuar Bashkinë e Tiranës. Ndërkohë, ne flasim për Bashkinë e Tiranës, por ka dhe disa bashki të tjera të cilat do duhet të nënshtrohen zgjedhjeve. E përcakton fati i Tiranës me Veliajin fatin e këtyre bashkive të tjera? Në konceptin juridik, ja. Pastaj në aspektin politik nuk dihet se si do të shkojë në çështjet, por pra në aspektin juridik ato janë të ndara, madje mund të themi që çdo bashki është ndarë nga njëra tjetra në aspektin e përgjithshëm. Por kuptohet, duke qenë se kemi një grup bashkish, mund të ndodhi që pra ndërsimin tim, presidenti i Republikës e ka të drejtën për ta ushtuar të nxjerrjen e një dekreti. Pra, kuptohet që në këto momente presidenti i Republikës në dijenin tim akoma nuk është vënë në dijeni për vakancat, dhe kur themi vënë në dijeni në mënyrë institucionale, pra nga Këshilli i Ministrave nuk është se ka një njoftim për vakanca në këto 5 bashki. Por nëse Këshilli i Ministrave do ta njoftojë presidentin për këto vakanca, atëherë presidenti ka detyrim ligjor që brenda 48 orëve të nxjerrë dekretin për këto 5 bashki. Dhe pra zgjedhjet duhet zhvillohen nga ky moment që del dekreti në një periudhë nga 30 deri në 45 ditë nga momenti i nxjerrjes së dekretit. Pra, nëse për këto 5 bashki do të zhvillohen zgjedhjet në vlerësimin politik Këshillit të Ministrave, po themi që të njoftoj presidentin, nëse çohet po themi marrim një fat sot, presidenti ka 48 orë dhe zgjedhjet mund të zhvillohen brenda një periudhe, po themi nga data 5 deri në 20 nëntor. Pra, nëse ngjarjet ndodhin gjithmonë sot. Por duhet parë se si do jetë dhe vlerësimi politik që do të bëjnë mazhoranca në rastin konkret për zgjedhje të përbashkëta në të 6 bashki, duke përfshirë dhe Bashkinë e Tiranës, apo Bashkia e Tiranës do të presim më vonë mbasi të shprehet gjykata kushtetuese me vendim. Kështu që jemi në pritje akoma, si po themi dhe qytetarët e Tiranës ju si media, po edhe ne si Komision Qendror i Zgjedhjeve që çfarë do të ndodhi. Ndërkohë, jemi në kushtet kur Partia Socialiste ka nisur fushatën e saj, ka caktuar edhe drejtuesen e qarkut më të madh, qarkut të Tiranës, ka nisur takimet sikurse përcillen edhe në media. Cili mund të jetë mekanizmi në rast të një bllokimi nga Erion Veliaj? A mundet çka të komandohet Ogerta Meneserliu në mungesë të zhvillimit të këtyre zgjedhjeve, të cilat duket sikur Veliaj me vendimin e tij, pavarësisht të drejtës legjitime për të vijuar betejën ligjore, i ka shpall luftë Edi Ramës? Juridikisht po, por praktikisht të nuk di të ta them. Juridikisht është e mundur, ashtu siç mund të emërohet çdo nënkryetar bashkie, i cili më pas edhe mund të komandohet në detyrën e kryetarit bashkisë, siç ka ndodhur me zonjën Ristani, e cila apo edhe me 4 nënkryetaret e tjerë të cilët u emëruan përpara rreth 1 muaj, 2 muaj. Pra mund të jetë një procedurë që zoti Veliaj t'i emëroi këta nënkryetar dhe njëri të komandohet në funksionin e kryetarit. Njëjta gjë mund ndodhi edhe me zonjën Meneserliu, por pastaj nuk e di se sa do të jetë dhe pjesa e vullnetit për ta realizuar këtë. Pra juridikisht ka një mekanizëm, por nuk e di nëse në praktik është e mundur të aplikohet nga vullneti i aktorëve të kësaj situate. A shikon një betejë mes Veliajt dhe Ramës, nëse do të pyesja kështu? Faktet po e tregojnë këtë, domethënë, sepse në vlerësimin tim, nëse do kishte një dakordsi të zotit Veliaj, do ndodhte që më përpara dhe mund ta jepte edhe ai vetë dorëheqjen. Fakti që situata ka shkuar me kundërshtimin e tij drejtuar fillimisht Këshillit Bashkiak me kërkesën për të marrë pjesë për ta kundërshtuar në mbledhjen që u zhvillua këtë propozim, ashtu edhe me ankimin që ka bërë gjykatën kushtetuese, tregon që zoti Veliaj do të shkojë deri në fund kësaj çështje. Dhe
nuk e di, nuk mendoj që mund të ketë të paktën sot një atë që flasin gjithë një dakordsi midis kryeministrit dhe kryetarit të bashkisë në detyrë. Pastaj se çfarë do të sjellë e nesërmja, të gjithë do jemi në pritje për ta parë dhe pastaj për ta dhe diskutuar. Një pyetje të fundit, po që na kthen edhe një herë tek gjykata kushtetuese, a ka hapësirë Çaka që për shkak të ndjeshmërisë, të rëndësisë që ka Bashkia e Tiranës, kushtetuesja të ketë procedura më të përshpejtuara, apo nuk ndodh kjo? Unë mendoj që është në diskrecion në këto momente gjykatës kushtetuese duke parë dhe agjendën e saj me gjykime të tjera për ta zhvilluar seancën. Patjetër që Bashkia e Tiranës është bashkia më e madhe dhe ka në administrim numrin më të madh të banorëve të një njësie administrative. Dhe patjetër që kjo mundet ta shtyjë gjykatën kushtetuese që të marrë një vendim më të shpejtë. Por më saktë për ta afruar datën e seancës. Dhe kjo është e mundur. Por pastaj do shohim se si do shkojë dhe pjesa e seancës gjyqësore, se zoti Veliaj do përfaqësohet me avokat, çfarë kërkesash do ketë, dhe do të jemi parasysh që seancat gjyqësore mund të kenë edhe kërkesa të ndryshme, kërkesa shtyje, njohje me provat. Pra, nuk mund të ketë një garanci që gjithmonë seanca e parë të jetë dhe e fundit për të shprehur gjykata me vendim. Mund të kemi tash po flasim në cilësinë e një ish avokati, shpeshherë avokatët luajnë edhe me hapësirat dhe afatet proceduriale për të shtyrë apo për të vonuar proceset. Kuptohet që nëse ato janë brenda ligjit, kështu që nuk e di se çfarë mund të ndodhi dhe sa mund të shkojë kjo procedurë. Por, po, është e vërtetë që gjykata kushtetuese mund të ketë një përparësi në shqyrtimin e kësaj çështje për shkak të impaktit të madh që ka tek qytetarët, jo për aspektin politik, për aspektin e administrimit të përditshëm të punëve të qytetit të Tiranës, dhe normalisht në vlerësimin tim është mëse normale që të kemi dhe një vëmendje më të madhe dhe nga gjykata kushtetuese dhe për afruar këtë në mënyrë që mos kemi dhe shtyrje të mëdha dhe për të zgjidhur në konceptin e përgjithshëm edhe disa ngërçe të cilat mund edhe të krijohen në Bashkinë e Tiranës për shkak të këtij e ndekur është apo nuk është zoti Veliaj më në krye të Bashkisë së Tiranës. Kështu që në vlerësimin tim është mëse normale që për këtë çështje me një impakt të gjerë të ketë edhe një vlerësim ndryshe nga ana e gjykatës në shqyrtimin e çështjes në afërsinë e datave dhe shpejtimin e tyre. Faleminderit Çaka për gjithë sa ndave me ne. Faleminderit edhe juve. Përshëndes, duke të uruar edhe ditë të mbarë.